Ndarja nga jeta e shpat kasapit në moshën 40 vjeç, planet që këngëtari la për gjysëm nga jeta e re tek sëmundja e të birit, çifti dhan një tjetër shans martesës së tyre. Bota e muzikës u trondit të javë nga ndarja e parakohshme nga jeta e shpat kasapit. Këngëtari ishte ndër më të dashurit për publikun dhe u nda nga jeta në moshën 40 vjeç pas një arresti kardiak. Lajmi bëri xhiron e rrjetit, duke lënë të habitur e tronditur edhe publikun që e njihte shpatin vetëm nga këngët e tij. Muajt e fundit artisti kishte qenë në qendër të vëmendjes pikërisht për shkak të jetës së tij private. Vetëm pak muaj më parë ai dhe bashkëshortja e tij pranuan publikisht ndarjen. Shpesh kemi shkruar edhe për problemet që kishte ky çift, duke çuar edhe në ndarjen e tyre. Ka qenë vetë Selvia që në rrjetet sociale fliste për problematikat që kishte martesa me këngëtarin, duke u shprehur se tashmë do të jetonte vetëm për veten dhe për djalin që ka nga martesa me shpatin, por kur situata dukej sikur nuk ishte rikthim, çifti ishte bashkuar. Në mes të pikëllimit dhe dhimbjes që solli lajmi i ndarjes, është zbuluar edhe ribashkimi i dyshes. Ka qenë vetë Selvia që në rrjetet sociale pas dhimbjes ka zbuluar edhe këtë ribashkim. Në postimin e ndjer që bëri pak orë pas humbjes së jetës së partnerit të saj, ajo zbuloi se në fakt në Itali kishin qenë së bashku dhe se shpati kishte vdekur në krahët e saj. Duket se jeta e re e çiftit pas ribashkimit do të ishte Italia. Dyshja ishte duke bërë dokumentat që të nisnin një jetë të re në Itali, ku synimi ishte të kuronin edhe djalin e tyre, por planet u pre në mes pas humbjes së jetës së shpatit. Sa të lumtur ishim që më në fund roelit po i bëshin dokumentat në Itali, që të mund ta çonim sa më shpejt te logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar, askush nuk e di. Sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë. Duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e roelit, nuk pritet ta dëgjoje duke të thirrur babi, nuk pritet shpat, u lodhe dhe na le vetëm këtu, pa ty. E le roelin jetim o shpat, në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty, në kohën kur duart e tua duheshin më shumë se kur. Si t'ja shpjegoj Roelit që babai nuk është më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndaj. Por pse u ndave nga jeta në krahët e mi? Pse ma kpute zemrën kështu o jetë? Inshallah takohemi në xhenet, Allahu të deshi prametes, por unë mezi pres të zgjohem nga gjumi dhe ti jesh këtu për ne. Shkroi Selvia në postimin e saj rënqethës në Instagram.